Të dashur miq, jemi këtu pranë selisë së Partisë Demokratike Shqiptare këtu në Shkup. Qëllimi është i thjeshtë. Do të realizojmë një intervistë me kandidatin e kësaj partie, zotëri Ilaz Alimi, për të biseduar dhe për shqyrtuar mundësitë se si do të ecë zgjedhjet prezidenciale dhe cilat janë pritje kësaj partie pranë këtyre zgjedhjeve. Zotëri Alimi po ofron zgjedhjet prezidenciale së bashku me ato edhe parlamentare. Tregon se dy partitë politike shqiptare më të mëdha këtu në vend disi kanë dalë me qëndrime kontradiktore. Disa thonë ti bojkotojmë zgjedhjet, ju thoni jo. Pse mendoni që nuk duhet bojkotuar edhe pse duhet dalin shqiptarët masavikisht në këto zgjedhje prezidenciale? Qëndrimi ynë pra ishte që dilet merret pjesë zgjedhjet prezidenciale, për arsye se duheshte që t'u ofrojmë shqiptarëve një mundësi për të votuar, pra për të pas kandidatin e tyre shqiptar dhe në këtë mënyrë për të faktorizuar dhe për të qenë shqiptarët të vendimarrës në përcaktimin e kryetarit të ardhshëm të shtetit. Vendimi për bojkot është shumë i dëmshëm për shqiptarët, për arsye se ne me bojkot nuk mund të mërrim tani asgjë, kur dihet se zgjedhjet prezidenciale të raundit dytë do të mbahen njëjtën ditë kur do të mbahen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Që thotë se dikush është për kujdes që dalshmëria të jetë shumë më e madhe se 40%, siç është e paraparë me kodin zgjedhor. Nën supozimin se BDI i bojkoton zgjedhjet, fakt ai i bojkoton, por nën supozimin se edhe PDSH i bojkoton zgjedhjet, dhe kështu si blok shqiptar, sikur ti bojkotojshëm zgjedhjet, përsëri në raport me Pendarovskin, gjasat shumë mëdha janë që Ivanovi të fiton. Këto matematika vetëm ne mund t'i parandalojmë, për arsye se numri i votave që unë mund të siguroj mund të jetë vendimtar, a mund të bëhet nesër Ivanovi apo Pendarovski, në supozimin se unë nuk mund të bëhem si kryetar shteti. Çka nuk kuptoni me thirrjen e BDI-s për bojkot të zgjedhjeve? Parimet e demokracisë thonë se nëse një parti politike i bojkoton zgjedhjet e atij shtetit në të cilën punon edhe vepron, automatikisht do thotë duhet edhe në një farë mënyrë i bojkoton edhe institucionet. Në këtë rast BDI-a vetë ka zhvilluar ato institucione, ndërsa tash del me parim që institucionet mos bojkotohen, ne të marrim pjesë në institucione, mirë po jo edhe në zgjedhje. Kjo është më duket pak kontradiktore, apo si e shihni ju nga parimi ju? Po prandaj, kjo është vetëm një lojë, një strategji e tyre, por një strategji e dështuar, që nuk do të ketë pra jehon të fuqishme, për arsye se sikur ata të donin të bojkotonin zgjedhjet prezidenciale, duheshte paraprakisht vendoseshin që ta lëshojnë qeverinë, ta lëshojnë pushtetin. Shkaku që ata dolën me këtë ide, merret se PMRO, partneri i tyre koalicionit, nuk ka pranuar që dalin me një kandidat përbashkët me BDI në këto zgjedhje. Ideja për kandidat konsenzual, cilën po proklamon BDI-ja, faktikisht është një diçka që ishte e parealizueshme dhe ajo nuk mund të imponohet gjithë qytetarëve. Dhe nëse do të ishin marrë vesh me VMRO për një kandidat përbashkët, ai do të ishte kandidati i përbashkët i VMRO-s edhe i BDI-s, por jo i maqedonasve dhe i shqiptarëve. Kur dihet se ne jemi në pluralizëm politik, ku ka shumë parti politike, ka dhe qytetarë që janë pa përcaktuar, dhe askush nuk mund t'ia mohon drejtën një grupi qytetarëve që me nënshkrimin të tyre të mbështet një kandidat apo njërin apo tjetrin kandidat që ata do ta kishin preferuar. Për këtë arsye them që kjo ka qenë një marrëveshje shumë më herët mes PMRO-s dhe BDI-s, se si të gjejnë mënyrë të vinë deri te zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të nis nga rejtingjet e tyre që kishin një dallim prej partive opozitare dhe mendonin që ta sigurojnë edhe nga një mandat. Por për të ardhur deri te ajo duhet të ketë një shkak që ato gjëja të prishin raporte, gjëja të prishin marrëdhënie.
Dhe kështu ka rrjedhë ky propozim nga ana e BDI-s. Ta dalim me kërkesë të Vëmëroja që gjejnë një kandidat përbashkë. Vëmëroja refuzon atë se zgjedhjen e kandidatit e preferojnë ato ta bëjnë kuadër partisë atyre. Dhe kështu edhe ndodhi, andaj edhe u shkua në zgjedhjet e parakohshme parlamentare me shpërbërimin e parlamentit. Por është shumë indikative pse zgjedhjet e parakohshme parlamentare u morën vesh ato që të mbahen në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në 27 prill. Që të mund të sigurohet dalshmëria e qytetarëve dhe natyrisht mund të sigurohen mirë votat e mjaftueshme apo të plotësohet ai konsenzusi natyrisht. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim në një takim me qytetar tha se BDI-ja respektivisht PDSH-ja nuk i ka vënë hesapet mirë këtë për daljen e ju si kandidat. Thjesht cilat janë pritjet e juve, cilat janë hesapet e juve, apo mendoni që hesapet e tyre nuk janë në rregull? Ne vlerësojmë se shqiptarët kanë mundësi të votojnë për një kandidat shqiptar, kanë mundësi që ata përcaktohen faktikisht për një kandidat shqiptar, kanë mundësi të bashkojnë votën këtë rast për mua, dhe në këtë mënyrë ne tregojmë dhe dëshmojmë se jemi hisëdar në këtë vend, se ne jemi shtetës të vendi, jemi qytetarë të vendi, dhe se edhe ne mund garojmë për postën e kryetarit të shtetës, se kemi kuadër cilësor që mund të udhëheqin me shtetin. Pra, qëllimi është që sa më shumë vota të marr unë dhe prej votave cilat unë do t'i marr të mvaret nesër formimi kush do zgjidhet kryetar shteti, në supozimin se unë nuk do të mund zgjidhet. Dhe në këtë unë jam i bindur se do të arrijë. Pra, shqiptarët do të vendosin a do të bëhet nesër Ivanovi apo Pendarosi. Varësisht ato vota ka do të orientohen, por orientimi i atyre votave ka natyrisht një kost. Atë kosto duhet ajo do të përcaktohet në marrëveshjen që do të bëhet mes kryetarit ton ose përfaqësuesve të partisë tonë dhe partisë tjetër që kanë kandidat për kryetar shteti. Pra, qëllimi është që ne përfitojmë prej këtyre zgjedhjeve presidenciale në të mirë për shqiptarët. Është fakt se ne këtu jemi shumë, edhe shqiptar, por ka dhe turq edhe rom musliman. Nëse shkohet në atë bazë, me që mbi 55-6% janë musliman, dhe nëse kretë bëhemi bashkë, zgjidhëm kryetar shteti. Po është e pamundur kjo të arrihet, por dihet se shumë pjesëtarë të mësive tjera janë përcaktuar për njërin apo partinë tjetër, por aq më vështirë është kur një parti politike shqiptare del dhe apelon që të bojkotohen zgjedhjet. Por pavarësisht kësaj, pavarësisht këtyre ndasive, pavarësisht pamundësisë të bashkimit të votave, për mua mendoj që unë do të marr numër të konsideruar të votave që do të jenë përcaktues se kush mund të bëhet kryetari i këtij shteti. Pra me këtë ne i faktorizojmë shqiptarët. Shqiptarët i bëjmë vendimmarrës. Votat e mia, unë nëse i marr mbi 150.000, 200.000 votë, ato do të jenë përcaktuese se kush mund zgjidhet kryetari i këtij shteti. Pra, qoftë Zaevi, qoftë ky Gruevski, ata do të vinë edhe do të kërkojnë bisedohet që këto votat të orientohen për kandidatin e tyre që të mundaj zgjidhet kryetar shteti. Por ne ashtu lehtë nuk do ta bëjmë. Por kuptohet që do të ketë marrëveshje, do të merremi vesh, po në rregull, mirë po, cili është profiti për shqiptarët më pastaj. Dhe kjo do të bëhet shumë transparente, do të njoftohen qytetarët, se ne në mund mënyrë me direktiva të themi votoni për këtë ose atë, por do të tregojmë qartë se interesi jonë si shqiptar, interesi jonë si kom është që këto vota nëse orientohen nga ky person, ne do t'i realizojmë këto të drejtë, dhe ato do të jenë të shkruar. Ndryshe nuk mund t'i ta bindish për elektoratin. Sot nuk është koha e mëhershme kur do të mund me një sus ose me një direktiv, pra të thuash se voto këtë ose atë. Por nëse ai shef interesin, atëherë do të ndëgjon edhe natyrisht do të shkon sipas asaj për çka është marrëveshje përbashkët. Zë Xhalimi, keni pas takime me qytetarë shumë, ka filluar fushata për zgjedhjet presidenciale,
jeni vazhdimisht me qytetar. Realisht për të arritur ky faktorizim i çështjes shqiptare duhet një kosto bukurimire e votave që do të vinë adresën tuaj. Sa realisht në parti politike kalkulojnë me numra, me shifra se kaq do të marrim ose ka. Sa janë pritjet e Partisë Demokratike Shqiptare dhe ju personalisht sa mund të arrijnë atë kostën e votave? Unë jam ngarë me 3 kandidatë Maqedonas, edhe votat të ata do të ndahen. Që të thosë se gjasat që votat bashkohen për mua janë shumë të mëdha. Edhe se sa këto votat cilat unë do t'i kem, të ta faktorizojnë, do t'i faktorizojnë shqiptarët, do t'i bëjnë vendimarrës shqiptarët, shumë do të varet edhe prej dallimit të votave që do të merr njëri tjetër edhe tjetër kandidat me cilët jam unë konkurrent për kryetar shteti. Po jam i bindur dhe unë llogaris në mbi 200.000 vota, cilat do të jenë me të vërtet përcaktues se nese kush mund bëhet kryetar shteti. Tregu disa alternativa, do të thotë sikur ju mos të kaloni në rrethin e dytë dhe pastaj ti drejtoni ato vota tek Pendarovski ose tek Ivanovi. A realisht nëse grumbullohet vota shqiptare, gjasat janë shumë të mëdha që të kaloni ju në rrethin e dytë. Po supozojmë se kaloni në rrethin e dytë, do ta vështirëson ajo atë planin e ju për faktorizimin e çështës shqiptare apo edhe më shumë do ta faktorizoj. Gjasat janë shumë reale në në rrethin e dytë. Nëse i referohemi zgjedhjeve të fundit prezidenciale të 2009-s, ku kemi pas 3 kandidatë, ju kujtohet, ka qenë Mirushi Hoxha, Imer Selmani, Agran Buxhaku, që të 3 së bashku kanë marrë dikon 280.000 vota. Kandidati i dytë atëherë, Forçkovski, si kandidati i LSDM-s, ka qenë i dyti me radhë me vota pas Ivanovit, dikon 220.000 apo 30.000. Që të thosë se sikur të kishin pas një kandidat shqiptar atëherë, ai do të hynte ngar në rrethin e dytë me Ivanovin. Prandaj them që edhe tani gjasat janë ende më të mëdha, se elektorati shqiptar edhe është shtuar gjatë këtyre 5 viteve. Numri i votuesve është shtuar te shqiptarët. Dhe me që ka 3 kandidatë Maqedonas, ku do ndahen vota, tregon se mundësitë shumë reale, nëse s'kemi pengesë prej BDI-s, e cila më të madhe bën fushat, për të penguar një kandidat shqiptar dhe për të penguar interesin kombëtar, nëse nuk kemi pengesë, nëse bëhemi krejt bashkë, nuk ka dilemë unë hinë rrethin e dytë, dhe unë garoj me Ivanovin, me siguri, se gjasat reale shqipës se ai do të fiton. Dhe mundësit për t'i bojkotu zgjedhjet prezidenciale janë në raundin e dytë. Atëherë pra ne him në negociatë. Nëse unë nuk do të marr pjesë zgjedhjet e dyta, edhe pse kam drejt marr pjesë, Ivanovi nuk mund t'i siguron 850.000 vota, sa është cenzusi, për të kaluar dhe për të bërë kryetar shteti. Së po shkojmë çdo herë në ato supozime. Po marrim tash një kalkulator tjetër. Nëse nuk kalonin në rrethin e dytë, mendoni që do të jetë kjo një fitore e BDI-s që ka arrit ta sensibilizon qytetarin dhe votën shqiptare për të bojkotuar këto zgjedhje, apo dështim i elektoratit shqiptar thjesht, që nuk kanë qenë të interesuar për këto zgjedhje prezidenciale? Po, këtu me këtë do të luajë një rol shumë negativ BDI-ja, e cila mund një kategori ndikon te një kategori e qytetarëve, nuk besoj se mund ndikon te gjithë qytetarët, pra do të ndikon te militantët e vet, te funksionarët e vet, do të ndikon te disa njerëz që në një farë formë mund të kursnohet, që mund të kenë pasojë në vendin e punës e tjerë, por nuk do të mund të ndalë vullnetin e popullit. Dhe kjo është provu. BDI-ja në 2009, kur ishin zgjedhjet e fundit prezidenciale, ata dolen me qëndrim dhe apeluan te populli shqiptar ta votojnë Ivanovin. Ishte kështu. Që të thosë se qytetarët shqiptar një apeli të këtij nuk i përgjigjen pozitivisht. Dhe me mzi arriti që sigurohet 1.5% e daljes së qytetarëve shqiptar dhe me këtë sigurohet cenzusi që të mund të kalon Ivanov. Pra, janë disa vendbanime ku kanë votuar shqiptarët, ne kemi të dhënë, pra ato mund të verifikohen në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, vetëm Zajat, diku mbi 300 vota,
kanë dalë dhe kanë votuar për Ivanovin. Komplet familja Ali Ahmetit ka dalë dhe ka votuar për Ivanovin dhe të tjerët. Dhe më pastaj tash Ivanovi nuk ba. Ai vetë i çon letër Ivanovi, duke lavdruar se jeni burshtetës dhe vizionari shumë i madh. Gryesi poshtë në një rast tregoi se asnjëherë nuk e ka hapur këtë temë. Alia gjatë takimeve që kanë pasur. Këtë dëni vrejtje të Ivanovi, ose të kërkon diçka prej meje që Ivanovi pa të ndryshon në punën e tij si kryetar shteti. Për këtë arsye them që kjo që ata treguan në fund të mandatit të kryetarit shtetit Ivanovit një pakënaqësi ishte vetëm formale dhe përgjet një shkak që ta detyrojnë vëmëron qëtë një kandidat tjetër për të arsyetuar më pastaj para elektoratit shqiptar pse duhet mbështetet ai kandidati tjetër. Cecilia Zalimi, do thotë interesi jon edhe si redaksi, por edhe juve si kandidati vetëm shqiptar në këto zgjedhje prezidenciale ishte që të realizojmë një intervistë dhe ju t'i drejtoheni do thotë gjithë atyre lexuesve dhe elektoratit shqiptar. Unë nuk më mbetet asgjë tjetër për në fund përveç se të falenderoj për kohën që ndajtet për redaksion. Ju falenderoj edhe ju.